Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina wa habibina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Shumë të dashur vëllezër edhe motra që Allahu subhanahu wa ta'ala ju ka bën nasib me u përgatit për një udhëtim që edhe nëse përsëritet me 10 herë gjatë gjithë jetës, ai ngelet udhëtimi më i bukur i jetës. E falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala për mirësinë e madhe të përzgjedhjes së besimtarëve musliman të Shkodrës përgjatë shekujve, për të vizituar vendet e shenjta, për të qenë prej haxhilerëve dhe umregjive, shekull pas shekulli, e vit pas viti, e kohë pas kohe. E kam menduar disa herë, edhe gjatë udhëtimeve të ndryshme drejt vendeve të shenjta, po edhe gjatë këtij komunikimi që kishim me të dashurin Hoxhën Ensar për përgatitjen e këtij mexhlisi mubarak, se sa fatlum jemi që në mesin tonë, vit pas viti, sa vjen edhe shtohet numri i umregjive nga Shqipnia. Ndoshta ju këtë nuk e dëgjoni nëpërmjet mediave, as nuk e lexoni gjithandej nëpërmjet lajmeve, as në rrjetet sociale, nuk është një lajm bombastik apo në një lajm ekskluziv, se numri i umregjive të Shqipërisë sa vjen edhe rritet vit pas viti. Po, ne dëgjojmë për rritjen e kriminalitetit, për rritjen e veseve, për rritjen e atyne fenomeneve negative që e prishin edhe cilësinë e identitetit kombëtar. Mirë po, këtë mirësi të madhe nuk e dëgjojmë shpesh. Dhe për këtë ne e kemi për detyrë të shumë fisht që jo 40 burra dhe zonja e motra e nanat në rrume që shkojnë drejt umrës ditën e nesërme, po dhe një umregji po të ishte. E kemi për detyrë me e përcjell, me e këshillu, me u ul, me ba një mexhlis, me e ba sa më të madhe, me e ba lajm, dhe le ta marrë vesh gjithkush, se nuk është ndërprej asnjëherë për kushtimi i banorëve të këtij vendi, që i përgjigjen Allahu subhanahu wa ta'ala me lebejk, Allahu me lebejk, kohë pas kohë, vit pas viti. Është diçka shumë e madhe. Kjo është pjesë e identitetit tonë, dhe kjo është pjesë që të vërteton më së miri se ky besim është i gjallë në zemrat e banorëve të këtij vendi. Dhe se ky besim fal Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe fal për kushtimit të hoxhallarëve tanë që punojnë ditë natë për edukimin e masës, edhe për marrjen e tyre për dorë drejt më të mirës, është treguesi më i mirë i rritjes së cilësisë së jetës në këtë vend. Sepse sa më tepër njerëz besimtar që adhurojnë Allahun Azza wa Jall, që e falin namazin, që shkojnë në umre, që lexojnë Kur'anin, që e mësojnë Kur'anin, që bëhen hafizat e Kur'anit, që janë praktikues të adhurimeve të ndryshme, që japin zakatin, që ndihmojnë nevojtarin, që janë të ndershëm dhe të moralshëm në punën e tyre aty ku Zoti i ka vendosur, sa më shumë që rritet numri i këtyre njerëzve, aq më tepër rritet cilësia e jetës në vendin tonë dhe rritet treguesi i të mirës për cilësinë edhe të këtij kombi. Shikoni gjithandaj në trojet tona shqiptare, numra pafund të haxhilerëve dhe umregjive në veçanti përgjatë gjithë vitit, nga Kosova, nga Maqedonia e Veriut, nga Lugina, nga krejt trojet tona, Mali i Zi, por jo vetëm. Kjo është një tregues shumë i mirë të dashurit e mi. Dhe ajo që sfikat më së tepërmi, dhe që ne këtë e kemi vënë re dhe e shikoni edhe ju sot, po të hedhni syt tek prezenca e njerëzve në këtë mexhlis, është se rinia në veçanti janë ata që kërkojnë në mënyrë të vazhdueshme me shku dhe me krye umrën. Ju drejtues të dashur të Medina Travel mund të më korrigjoni nëse unë kam gabim. A keni ju një statistikë për të pa moshën e njerëzve që frekuentojnë edhe vinë dhe udhëtojnë nëpërmjet agjencisë tuaj përgjatë këtyre viteve? Patjetër. Dhe numri më i madh i pjesëmarrësve dhe i frekuentuesve të këtij adhurimi janë rinia. Dhe kjo është treguesi më i mirë se është një mirësi dhe një bekim shumë i madh nga Zoti i gjithësisë për ne dhe për qytetin tonë. Unë në fakt e kam përgatitur disa fjalë me i thanë përpara jush, por jam shumë i bindur se në një mezhlis të tillë, subhanallahu, nuk kanë vlerë letrat. Ato janë thjesht një
tregues i një marrëdhënie të atij që flet me ata që ka përpara durve. Por në fakt ky nuk është një mezhlis me shikuar në letër dhe me ju drejtu. Sepse është më tepër një këshill zemre se sa një leksion për cilin ju gjithsesi nuk keni nevojë. Ju sot jeni më fatlumë të botës, sepse po përgatiteni për të shkuar drejt Ka'bes së mallnueshme, po përgatiteni për të shkuar drejt Medinës së ndriçuar të pejgamberit ton alayhi salatu wasalam. Po shkoni sepse ju ka thirrë Zoti i gjithësisë. Po ku ju ka thirrë? Me shku dhe me shkel në ato vende ku kanë shkel më të mirët e njerëzimit. Nuk ka pak. Ju po shkoni do delni përpara Ka'bes së mallnueshme. Edhe sa ta shikoni do të mahniteni me bukurinë dhe madhështinë e saj. Dhe do t'ju vijë ndërmend fjala e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe lutja e tij, që na nxit se sa herë që e shohim me lut Allahut azza wa jall, me ashtu bukurinë dhe madhështinë asaj shtëpie të parë të adhurimit që Allah azza wa jall e ka përmend, sa ka përmend në Kur'anin familjar. Do të bani tawafin dhe do të kaloni pranë gjurmëve të Hazreti Ibrahimit alayhi salam. Më tha një prej haxhilerëve, një prej viteve, më tha, a mundem me shku dhe me prekat e atë vendin me kamin e Hazreti Ibrahimit? Do është preke. Sa, a bën të fërkohem për atë? Do është fërkoju, po pastaj. Sa, po pastaj. Thash i dashur, meselia nuk është ai preka atë u fërkove për atë. Meselia është më e pakta me kuptu se aty janë gjurmët e një burri të madh. Veprën e të cilit Allahu azza wa jall e ka përjetësuar në Kur'anin familjar. Dhe sikur se na thonë ma të diturit prej hoxhallarëve tanë në tefsiret e ndryshme të Kur'anit familjar, aty është gjurma e kamve të një burri të madh, i cili hodhi një hap për hir të Allahut azza wa jall, për t'u përgjigj atij. Dhe atë hap Allahu azza wa jall e përjetësoi në Kur'anin familjar dhe e bani shembull deri në ditën e gjykimit, si për t'i thënë gjithë secilit prej nesh, një burr i madh, një pejgamber i shquar, Hazreti Ibrahim Khalili alayhi salam, e ftova dhe mu përgjigj. E hodhi një hap drejt mejet dhe e lartësova hapin e tij dhe e përjetësova hapin e tij deri në ditën e fundit, si shembull për ju. Ju a keni ndonjë hap për ta hellë për Allahun azza wa jall në jetë? Ju a keni ndonjë vepër për ta bërë për hir të Allahut azza wa jall në jetë? Në gjurmët e Hazreti Ibrahimit alayhi salatu wasalam, që gjithsesi Allahu i madhëruar na nxit në Kur'anin familjar për ta bërë shembull. E kemi shembull. Dhe a ka shembull më të mirë se sa me hedh një hap për hir të Allahut azza wa jall në jetën tonë të përkohshme dhe me e gjetë shpërblimin e atij hapi, jo në këtë botë. Kjo është kalimtare, po inshallah taala nesër në ditën e gjykimit. Ju shkoni dhe bani tawaf për rreth shtëpisë së lashtë të adhurimit, aty ku ka bërë tawaf vetë pejgamberi jon alayhi salatu wasalam. E keni mundësinë për me prek në një prej cepave që pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka prek, dhe kjo është diçka shumë e bukur, dhe kjo është një emocion shumë i madh. Mirë, po njëkohësisht është një mundësi për të na tërheqë vëmendjen që aty ku ka shkel dhe aty ku ka prek, ka dhënë disa mesazhe. Ne a jemi të aftë me i marrë këto mesazhe dhe me i sjell në realitetet e përditshme të vendit tonë dhe shoqënisë tonë? Që ajo mirësi e madhe dhe ajo dritë e madhe të vi me ne aty ku jemi, dhe të përhapet drita e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe e këtij islami të pastër, kudo që ne jemi. Pejgamberi alayhi salatu wasalam urdhon të thotë: la yablughanna hadha al-amr ma balagha al-layl wan-nahar. Patjetër që do të mbërrijë kjo çështje, pra ky islam ku ka mbërrit nata dhe dita, a thjesht më mbërrit emri i islamit, a thjesht më mbërrit emri i Kur'anit, apo me mbërrit drita e këtij islami, me mbërrit aftësia që bite këtij islami me e praktiku si që duhet dhe me e maj gjallë torqe në udhëzimit në realitetet e tyne, me na u bë jeta e jonë si të ishte drita e Ka'bes së mallnueshme, drita e Medinës së pejgamberit alayhi salatu wasalam, me u bë halali sistem komunikimi, me u bë distancimi nga haramet, sistem dhe ligj në mesin tonë, me u bë harmonia dhe ruajtja e ekuilibrave të vllaznisë, kufi i kuq dhe i paprekshëm, siç pejgamberi alayhi salatu wasalam e kishte me sahabët e tij dhe na ela amanet, siç Allah subhanahu wa taala na nxit në Kur'anin familjar dhe na fton për të ruajtur këtë ekuilibër, atë ekuilibër e sa, siç na mësojnë
hoxhallarët dhe mësuesit tanë, të dashur dhe të shtrenjtë. Një hadith edhe do të përfundoj mesazhin tim, edhe pse unë mund të flas pafundësisht për këtë temë që e kam shumë për zemër, edhe gjithsesi rrezatimet e saj janë të panumërta. Hazreti Ebu Said al-Khudri, Allahu qoftë i kënaqur me të, transmeton një hadith shumë interesant, ku na mëson se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka urdhëruar dhe ka thënë: Allahu i madhruar thotë, hadith kutsi, një personi që ja kam ruajtur shëndetin e trupit të tij, 1, dhe ja kam begatuar jetesën e tij, 2, dhe i kalojnë 5 vite dhe nuk vjen drejt meje, është i privuar. Subhanallah. E kujtoj një rast, një prej miqve tanë, diku, unë e dija se ai e ka mundësinë në të gjitha drejtimet për ta kryer umrën apo haxhin. Edhe i them i dashur, ti ke të gjitha mundësitë, pse e ke lanë mazoret? Më tha një fjalë, tha, pas sa të mylli edhe një vrim. Do të thënë kishte fjalën për një prej problemeve të jetës së tij dhe bizneseve etj. I thash, o i dashur, kjo jetë është e mbushur me këto vrimat. Në fakt janë vrimat e shejtanit që na pengon për të bërë atë që duhet, kur dhe si duhet. E ke mundësinë, mos e lën për nesër. Ta ka dhënë Zoti pasuninë, shëndetin, aftësinë, mundësinë. Mos e lën për nesër. Mos e shtyj, mos thuaj po kalojnë edhe kjo kohë. Nesër thuj, një tash thuj. Një tash, ja ku i keni hoxhallarët të nderuar, ja ku keni edhe agjencinë, të gjitha mundësit. Nuk ke nevojë më shku larg. Merr atë zotin telefon thuj, a ka një umre e radhës kur është, unë do më ardh. Regjistroje që është tash. Mos e lën për nesër. Sepse ndoshta vjen e nesërmja, ti nuk ke më mundësi. Në fakt, kaloi edhe pak kohë dhe u pezullu udhëtimi drejt vendeve të shenjta. Botën e pllakoi korona. Kaloi edhe një vit tjetër, nisi të hapej. Ai nuk ishte më në ato kushte që ishte atëherë. Kaloi edhe një vit, kaloi edhe një vit. Dhe sot as që përmendet më ajo temë. Allahu ja mundësoft të gjithëve përfshi mikun ton. Të dashur dhe të shtrenjtë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam na udhëzon edhe na thotë që vazhdoni dhe kryeni umrën, haxhin edhe umrën, sepse ato të dyja zhdukin varfërinë dhe gjunahet, ashtu sikur se zjarri zhduk pa pastërtitë e hekurit, arit dhe argjendit. Mundësia më e mirë që me bën një paqëtim dhe një formatim të marrëdhënies me Allahun subhanahu wa taala, e të marrëdhënies me krejt njerëzit përreth nesh, me familjen tonë, me të afërmit tanë, me të dashurit tanë, me njerëzit përreth, një mundësi e mrekullueshme për të thënë lebejk Allahume lebejk, me gjunahe shumë dhe me u kthy pas lebejkës si një flet e bardhë. Ku ti e ke mundësinë për të shkruar, jo më si më përpara, ti duhet ndryshosh. Ti nuk je më si më përpara. Ti je kthy nga vendi ku të janë fshi gjunahet. Dhe ti je kthy nga vendi ku ta shmur zemra dhe shpirti me dritën e dashurisë Allahut azza wa jall, dhe dashurisë së pejgamberit alayhi salatu wasalam, ti nuk mund të shkruash më në librin e jetës tënde atë që shkruaje para se të vinte ky moment. Edhe nëse ajo që ti shkruaje para se të vinte ky moment ishte më e mira e mundshme, ti do të jesh edhe shumë më i mirë se sa ke qenë. Kjo është një mirësi shumë e madhe që nuk e ka gjithkush, e keni ju. Dhe nesër, me mbarsinë e Allahut subhanahu wa taala, ju hapet kjo dritë e jeshile dhe rrugëtoni drejt këtij udhëtimi të paharruar. I lutem Allahut subhanahu wa taala t'ju lehtësoj umrën tuaj, ta shijoni çdo hap në Qaben e mallnueshme, të shijoni çdo moment dhe çdo frym në Medinën e ndryshuar, të shijoni çdo stacion prej stacioneve dhe të ngjoni me vëmendje udhëzimet e mësuesit tuaj dhe edukatorit tuaj dhe udhëzuesit tuaj, dhe sa shumë ka për t'ju thënë, dhe sa shumë ka për t'ju mësuar në çdo vend, në Uhud, në Hendek, në xhaminë e dy kibleve, në çdo hap të Medinës së pejgamberit alayhi salatu wasalam, kur të hynin në Rauda Sherife,
Kur të shkoni përpara penxherës së pejgamberit alayhi salatu wasalam për t'i dhënë selam, zotnisë së bijve të Ademit, e për t'i dhënë selam besnikut, Hazreti Ebu Bekr, e Farukut Omar, e për t'i dhënë selam sahabët pejgamberit alayhi salatu wasalam në Bakia, e në çdo hap që do të hidhni në xhamin e në qytetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, ta dini se është një gjurmë historie, është një personazh, është një mesazh, është një thirrje, prandaj mos e neglizhoni kohën, edhe mos e nënvlerësoni këtë mundësi të madhe që ju është dhënë, sepse është një bekim i papërshkrueshëm. Allahu ju lehtësoft. Dhuja baftmarë, ta keni rrugën dritë, e të shkoni në mbarsinë e Allahut, e të ktheheni me bekimet e tij. Walhamdulillahi rabbil alamin.